Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për mediat foli për protestin e 10 shkurtit të organizuar nga opozita, duke theksuar se reagimi qytetar do të vijojë dhe do të jetë edhe më i fuqishëm në ditët në vijim. Berisha deklaroi se sipas tij ka pasur urdhra për arrestimin e të rinjve gjatë protestës, por paralajmëroi se kjo nuk do të ndikojë në zbehjen e pjesëmarrjes. Urdhri ka qenë të arrestohen të rinj, por ju siguroi se protestën tjetër do të jemi dy fishi të rinjve. Dhe njëherë, për demokratët dhe opozitarët, paqja është forca. Forca jonë nuk kërkojmë dhunë për forcë, për kundrazi. Ne të merrojmë, ju e patë se ç'bëri Edi Rama, në pabesi dhe krim absolut, qelloi protestuesit në kokë. 3 pluma. 3 pluma, Ilir Tushi, Dem Dollapi, Luan Lleshi dhe një zonjë, ajo në krah. Këta të 3 në kokë. Njeri këtu, tjetri në ballë, tjetri mas veshit. Që të 3 ata mund mos ishin sot. A i donë me çdo kush gjak. Ne nuk i përgjigjemi dhe u them protestuesve. Mos konfondoni kriminelt që këta i kanë bërë snajper dhe i urdhrojnë qellojnë ajush me policë të thjeshtë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi edhe me ironi daljen publike të Edi Ramës me dashnërsula, duke përdorur shprehjen "puthu me dashin". Berisha tha se Rama anuloi pjesëmarrjen në konferencën e Eminihit dhe akuzoi për dështim në takimet ndërkombëtare. Ndërkohë, Sula deklaroi se ishte larguar nga partia e tij dhe se qeveria Rama i dha mundësinë të konkuronte për postin e kryeinspektorit, ku doli i pari.